Në një aksion blic në orët e drekës, policia bashkiake e Shkodrës I është vërsulur një ndërtimi pa leje në qendër të qytetit. Nuk bëhet fjalë për një objekt, por një tabel me një shkrim të një thënie profetike mbi grabitjen e pronës e vendosur nga myftinia e Shkodrës pranë xhamin Ebu Bekër, e cila u hoq mesditën e sejntës nga policia bashkiake pas urdhrit të dhënë nga Bashkia e Shkodrës. Tabela është vendosur pranë vendit ku po kryen punimet për kullën në qendër të qytetit, ndërsa policia bashkiake e cilëson një ndërtim pa leje, për të cilën drejtuesit e këtij institucioni patën edhe një përplasje me përfaqësues të myftinisë së Shkodrës, të cilët e kundërshtonin heqjen e tabelës, duke thënë se ajo ndodhej e vendosur prej muajsh aty dhe se nuk kishin marrë një njoftim paraprak për ta hequr. Diktaturë, vjetë shkresa, ju lutem, a ko qëte, a folën e për i këtë? Në po dhe përgjimimit e atyjave publike, në të qytetin janë të hekë atyjat e zëna publike, të cilat nuk kanë një leje për kase nga i Tetoni i lejmëru. Tetoni i lejmëru. Nuk vetëm ata që kanë objekte, që kanë objekte të tim, që duhet me hekë. Kjo nuk është objekte, është ta vemë, që nuk duhet me hekë. Nuk është po e lejmëru, që duhet me mos ta hekur vetë. Se pikërisht momentin kur ne kena a kishu një hadith pejgamberit alayhis salam, kush gabit po drejtisht qoftë edhe një punë këto ditën e kiametit, Allahu se kesh ardhi momenti për me heq. Veprimi për heqjen e tabelës u mor në momentin kur është vendosur thënia profetike: kush grabit padrejtisht qoftë edhe një pollom tokë në ditën e kiametit, Allahu ka për t'i varur në qafë 7 palë tokë. Një veprim I tillë ndërmerret në mes të ditës, pikërisht ndërsa dy komunitetet fetare, ai katolik dhe musliman, po përkujtojnë 35 vjetorin e rikthimit të lirisë së besimit në vendin tonë. Bashkia e Shkodrës zyrtarisht nuk ka reaguar për këtë aksion të ndërmarrë nga policia bashkiake, ndërsa myftinia e Shkodrës e ka kundërshtuar duke e cilësuar në kundërshtim me çdo normë dhe akt ligjor, pasi më herët së paku do duhet të ishte njoftuar për një veprim të tillë, pasi tabela gjendej aty e vendosur prej kohësh.